Një zjarr i përmasave të mëdha ka përfshirë orët e para të mëngjesit një repart të përpunimit të baterive në qytetin e Elbasanit, duke shkaktuar momente paniku dhe alarmi për bizneset pranë zonës industriale. Flakët kanë shpërthyer brenda objektit dhe janë përhapur me shpejtësi të madhe, të favorizuara nga materiale djegëse që ndodheshin në ambientet e brendshme. Tymi i dendur dhe intensiteti i lartë i zjarrit kanë vështirësuar ndërhyrjen e forcave të shpëtimit. Në vendngjarje mbërritën shërbimet zjarrfikse, të cilat u angazhuan me 4 mjete dhe 15 efektiv, duke bërë të mundur parandalimin e përhapjes së flakëve drejt reparteve dhe bizneseve të tjera që ndodheshin pranë zonës së rrezikut. Dyshohet që shkaki i këtij incidentit ketë qenë një rrjedhje gazi nga një depozit e vendosur brenda mjediseve të përpunimit të baterive. Fatmirësisht, nga ky shpërthim nuk raportohet për persona të lënduar, ndërsa dëmet materiale janë të konsiderueshme dhe mbeten ende në proces vlerësimi. Policia dhe grupi hetimor po kryejnë verifikimet dhe ekspertizën teknike për të zbardhur plotësisht rrethanat e ngjarjes.